Një reagim i shpërndar në rrjetet sociale ka ardhur nga Akili, i cili ka vënë në shënjestër produksionin e Ferma VIP duke marrë në mbrojtje shkrimtaren Mimoza Ahmeti. Përmes këtij shënimi ngrihen dyshime të forta për skenaret të paracaktuara dhe mënyrën se si po trajtohet poetja brenda formatit televiziv. Sipas këtij qëndrimi, televizionet gabuan me përfshirjen e saj në reality show duke mos llogaritur formimin e autores. Akili shkruan se figurat të këtij kalibri nuk mund të ndryshohen apo të përshtaten me skenare të gatshme. Të marrësh mozën, shpreh Akili, për një reality show është ndjenjë bukur, emocionuese, intriguese, por harruan faktin që Mimoza Ahmeti nuk është një personazh kazani. Niveli i saj intelektual, psiqik, akademik kalon gjithë arritjet e një televizioni të tërë. Harruan se një person i tillë do të ishte gjithmonë dy hapa para tyre. Harruan se skenaret nuk funksionojnë me njerëz të tillë, pasi ato janë vetë skenari më i mirë që mund t'i shërbehet popullit. Akili pretendon gjithashtu se produksioni nuk ka qëllim ta shpallë atë fitues të formatit, por pavarësisht kësaj, Mimoza Ahmeti e ka fituar audiencën e saj që në javët e para. Në mbyllje aktori bën thirrje drejtuesve të emisionit që të ndryshojnë qasje dhe të vlerësojnë figurën e shkrimtares përballë konkurrentëve të tjerë. Sot e mbështes fort Mozën sepse e di që nuk është as pak e vendosur që ajo ta fitoj, por kur të dali, ta shikoj këtë status dhe t'i themi që ajo e ka fituar që javën e para të garë, por ju shikojeni vetë, nëse do e bëni përsëri si emision, shpall Mozën fituese dhe atë tipen kalojeni në vend të dytë, mos mendoni vetëm shoqërinë, bëuni pak biznesmen dhe shikoni dhe për më larg se aq, Moza Ahmeti të dua. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.